Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Rusia i ka ofruar Serbisë një kontratë për furnizim me gaz deri në vitin e ri, dhe këtë ai e ka quajtur një lajm zhgënjyes, sepse siç thotë ai, Serbia prisi të përfundonte një kontratë afatgjatë që në maj të këtij viti, shkruajnë mediat serbe. Këtë deklaratë ka bërë teksa ka folur për situatën ekonomike pas sanksioneve amerikane ndaj industrisë së naftës së Serbisë. Ka një lajm tjetër që vjen nga Moska ose Petersburgu. Çfarë të doni? Sa na ofroni një kontratë për gaz deri në vitin e ri. Tharë se ky është një lajm shumë zhgënjyes për ne, sepse duhet të përfundonim një kontratë afatgjatë për 3 vjet deri në maj, ka thënë fillimisht Vučić. Ne ishim më shumë se një partner i drejtë i besueshëm në çdo kuptim, për të mos përmendur faktin se Serbia hoqi dorë nga arbitrazhi dhe shumë gjëra të tjera për të ruajtur miqësinë dhe marrëdhëniet e partneritetit, ka thënë më tej Vučić. Ai kujtoi se në maj në Moskë foli me presidentin rus Vladimir Putin dhe se që atëherë u tha se një marrëveshje do të përfundojë në kohën më të shkurtër të mundshme, brenda 1 ose 2 muajsh, por se Serbia ende duhet të priste.